Partia Demokratike ka paraqitur një kërkesë e cila është depozituar sot në administratën e Kuvendit, një kërkesë për zhvillimin e një referendumit përgjithshëm. Kjo kërkesë për referendum të futet dhe të votohet sot në seancën parlamentare. Deputetët nënshkrues së kësaj kërkese janë kundër. Jo, ne i themi jo lejimit të importit mbetjeve për disa arsye. Së pari dhe mbi të gjitha, lejimi i importit mbetjeve në territorin e Republikës Shqipërisë rrezikon seriozisht jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptarë. Sistemi i drejtësisë në Shqipëri bën që importi të jetë i rrezikshëm dhe lehtësisht të futet në dorë të grupeve kriminale ndërkombëtar mbetjeve që kanë interes të importimit mbetjeve të rrezikshme. Shqipëria mund të kthehet drejt për drejt në shënjestër të gjitha vendeve për të sjellë mbetje të rrezikshme dhe të parrezikshme. Përfshi këtu edhe shënjestrën e grupeve kriminale ndërkombëtare, të asaj që njihet si mafia ndërkombëtare e plerave. Flisni për plera, kur s'ka kaluar asnjë ligj për plera në Shqipëri, as seancën e parë. Por ka kaluar një ligj për lëndë të parë për një industri të caktuar. Flisni për plera për djegje dhe groposje, ku ligji që kaluan dhe miratuan nuk lejon në mënyrë kategorike as djegje dhe as groposje, po lejon vetëm riciklim. Flisni për dy gjëra ndryshme, u ka ngelur mendja te ligji juaj. Jo, ai ligji juaj është groposur ashtu sikurse janë groposur shumë plera dhe shumë lëndë të rrezikshme në Shqipëri. Kërkojmë që të vazhdojmë rendit ditës siç është dhe s'ka asnjë arsye as emergjence dhe aq më pak kushtetuese dhe procedurale sipas rregullores. Kam një propozim. Të dëgjojmë kryetarin e grupit të tjerë apo? Të vëmë nga një thes plera as një administraturë. Me qetësi, mos. Po,